Gjatë vizitës zyrtare në Izrael, kryeministri Edi Rama u mikprit nga kryetari i parlamentit të Izraelit Amir Ohana me një ceremoni të posaçme, ku u luajtën himnet kombëtare të vendeve dhe delegacionet u përshëndetën nga rojet e nderit. Ceremoniale ishte edhe pritja brenda sallës së parlamentit, emocionet e shfaqura Rama mundua t'i kalonte përmes batutave. Ndi në këtë vend të veçantë të rëndësishëm t'ju them se nëse Mossadi nuk ju ka informuar, po ju informoj se gjunjët po më dridhen. Rama tha se e kishte menduar që fjalimi i tij në parlamentin e Izraelit do të ishte për të si t'i jepte një provim para atyre folësve, që ai cilëson si më të mirët në botë, e njërin prej tyre përmendi kryeministrin Netanyahu. Po qëndroj në një foltore ku shumë të ftuar të tjerë kanë qëndruar para meje, më duhet të rrëfehem se kam të vështirë të besoj që meritoj një pritje të tillë, por jam i sigurt se Shqipëria që unë përfaqësoj me krenari dhe njerëzit e kombit tim, si pak të tjerë që bën për popullin hebre, duhet të gëzojnë respekt nga shteti i Izraelit. Duke u ndalur tek marrëdhënia mes dy popujve, Rama rikujtoi sakrificën e shqiptarëve gjatë luftës së dytë botërore, duke strehuar mira e hebrejnë të cilët përndiqeshin nga forcat naziste. Në vitet 30, një Amerikano hebreu dërgua në një mision në Europën lindore. Ai tha që pluraliteti i besimit në Shqipëri, katolikët, muslimanët e të tjerë, jetonin në të njëjtën kornizë dhe Shqipëria nënvizoi se duhet të konsiderohej si një vend i sigurt për hebrejt gjatë Holokaustit. Kur nazistët dërguan njerëzit e tyre, shqiptarët thanë se mund të merrnin Floririn, por hebrejt nuk i nxirnin. Kjo nuk është legjend, kjo është Shqipëria. Kryeministri Rama deklaroi se Hamasi ishte fajtori i përvojtit dhe popullit në Gaza dhe se pa çarmatosjen e tij, asnjë paqe nuk mund të zgjasë dhe nuk mund të arrihet. Më ka ardhur keq që shumë media kanë përshkruar Gazën si burg në qiell të hapur, por kanë dështuar të sjellin në vëmendje kush është xhelati atje. Fajtori është Hamasi dhe askush tjetër. Prandaj, derisa Hamasi të çarmatoset dhe të çmontohet, asnjë paqe nuk mund të zgjasë dhe nuk mund të arrihet. Në ato tunele që Hamasi vrau dhe torturoi pengjet izraelite, do të duhet të ruhen si pjesë e rikonstruktimit dhe rindërtimit të Gazës, që të jetë dëshmi e paqes afatgjatë që mund të arrihet dhe si shembull i memorjes kolektive që nuk duhet të harrojë dhe të sjellë vuajtjet e Izraelit dhe palestinezëve. Më herët, kryeministri i cili shoqëroi nga bashkëshortja e tij Linda Rama bëri omazhe në monumentin e ushtarëve të rënë dhe atë të viktimave të terrorit, ku la shënimin e tij në librin e përshtypjeve në Hallin Chagall.